Edhe sot nuk është arritur marrëveshje në Universitetin Femia Gani në Gjakov për miratimin e kalendarit akademik për vitin 2025-2026. Siç mëson TV Syri, sot ishte parapar një takim mes rektorit, përfaqësuesve të studentëve dhe senatit të universitetit. TV Syri ka kontaktuar disa anëtar të senatit, por ata kanë refuzuar të prononcojnë për media, duke deklaruar se shpresojnë që të hënën të ketë një zgjidhje dhe të fillojë paraqitja e provimeve për studentët. Takimin me rektorin e kanë konfirmuar edhe përfaqësuesit e parlamentit studentor, të cilët kanë bërë të ditur se janë takuar me rektorin dhe disa anëtar të senatit, pa dhënë detaje shtesë, por duke shprehur shpresën për një zgjidhje gjatë ditës së hënë. Ndërkohë, nga rektorati i Universitetit Femia Gani, rektori Drelan Bunjaku ka kthyer përgjigje me shkrim, i cili ka thënë: "Për hir të mos penalizimit të studentëve, e kam dërguar për herë të tretë në votim në qarkore në mënyrë që deri të hënën të hapet afati i janarit. Ju bëj thirrje të gjithë senatorëve dhe stafit akademik që të reflektojnë në mënyrë që studentëve të mos u cënohet një drejtë statutare." Në Universitetin Femia Gani ende nuk kanë filluar provimet e afatit të janarit, pasi sipas rektorit Drelan Bunjaku, senati nuk e kanë miratuar kalendarin akademik për vitin 2025-2026. Ndërkaq, disa anëtar të senatit kanë deklaruar për TV Syri jashtë kamerave se rektori me rreth 10 muaj vonesë e ka dërguar kalendarin akademik për shqyrtim në organet e universitetit.